Evropa po përballet me një valë ekstreme të nxehtit që ka shkaktuar pasoja të rënda shëndetësore dhe emergjenca të shumta në disa shtete, ndërsa meteorologët paralajmërojnë për temperatura edhe më të larta në ditët në vijim. Në Francë, autoritetet shëndetësore raportuan 2025 vdekje shtesë gjatë javës së fundit të qershorit në kulmin e valës së të nxehtit. Sipas të dhënave zyrtare, vdekjet janë rritur me rreth 29% krahasuar me javën e mëparshme, me një rritje të ndjeshme tek personat mbi 45 vjeç. Vendi regjistroi gjithashtu ditën më të nxehtë të dokumentuar ndonjëherë mesatarisht në nivel kombëtar, më 24 qershor, ku temperaturat në Paris ju afruan 41 gradë Celsius dhe gjysma e territorit u vendos në alarm të kuq. Situata është e ngjashme dhe në vende të tjera të Evropës. Në Belgjik janë raportuar mbi 1200 vdekje shtesë gjatë valës së të nxehtit, ndërsa në Holandë autoritetet flasin për rreth 480 vdekje, kryesisht tek personat e moshuar. Meteorologët paralajmërojnë se një tjetër valë të nxehtit po formohet në Atlantik dhe pritet të përfshijë Francën, Spanjën dhe Britaninë e Jugut gjatë fundjavës, me temperatura që mund të arrijnë deri në 40 gradë Celsius në disa zona. Ndërkohë në Francën jugore dhe Gadishullin Iberik, autoritetet kanë rritur masat e gatishmërisë për shkak të rrezikut të lartë të zjarreve pyjore. Mira Batra, zjarri janë regjistruar që nga fillimi i verës, duke detyruar dhe evakuime masive në disa rajone. Ekspertët theksojnë se ndryshimet klimatike po e përkeqësojnë ndjeshëm situatën, duke bërë që Evropa të ngrohet me ritme 2 herë më të shpejta se mesatarja globale, çka sjell më shumë valë të nxehti, zjarre dhe presion mbi burimet ujore.